dhe kanë përzgjedhur një ajet surës Maryam. Ku thot Allah azza wa jalla kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Dhe çdo njeri do të paraqitet para Allahut azza wa jall veçmas. Filli veti ka më dal para Allahu subhanahu wa ta'ala. Rreth këtij ajeti do t'i kalojmë disa çaste, disa momente me lenin Allahut azza wa jall. Ademi alayhis salam vëllazër që është baba i njerëzimit e bani një gabim, edhe atë gabim nga ai gabim ose për atë gabim u pendu shumë. Dhe Allahu azza wa jall ja pranoi pendimin e tij. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh. Ademi alayhis salam I pranoi disa fjalë prej Zotit të tij, fjalë që mësoi Allahu azza wa jall ç'është me kërku falje, dhe Allahu azza wa jall ja fali për arsye se Allahu e pranon pendimin edhe është mëshirues shumë. Mi pa Allahu azza wa jall zbriti atë dhe Hawan alayhi salam në tokë. Dhe pastaj u shtuan shumë pasardhësit e tyre. Pasardhës të cilët Allahu azza wa jall I privilegjoi nga krijesa të tjera. Ju dha shumë të mirë ato dhe çdo gjë e nënshtroi për ta. Mi po këta pasardhës të Ademit alayhis salam asnjëri nuk I përngjason tjetrit. Do thonë çdo njëri prej krijesave është unik. E ka personalitetin e vet. Ka karakteristika tipare, cilësi, veti, të cilët e dallojnë pi tjetrit patjetër. Nuk ka mundësi me gjetë dy identik në çdo aspekt, asnjëherë. Patjetër ka me pas ndonjë dallim. Qoftë kjo në formën e tyre, ose në ngjyrën e lëkurës së tyre, ose në personalitetin e brendshëm të tyre, ose në mendjen e tyre. Për arsye se Allah azza wa jalla çdo njeri ka dhënë mendje për të cilën me të cilën domethënë është I vetëdijshëm çka vepron. Dhe pastaj ka më marrë Allah azza wa jalla sual për ato vepra të cilat ai ka bën. E Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po na tregon neve se kulluhum atihi yawm al-qiyamati fard. Çdo njeri ka mu paraqit para Allahut veçmas. Vet. Dhe ka më dhënë gjevap për punët që I ka bën këtë dunjë. Allah azza wa jalla ka kriju njeriu dhe që ky njeri ka më dhënë llogaritë Allah vet. Pa askënd që e ka pas që e ka njohur këtë dunjë. Dhe nëse ka bën mirë, ka mbjell mirë këtë dunjë, ka më korr mirë atje. Nëse ka mbjell keq, nuk ka më gjetë vetë atë që e ka vepruar vet. Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kushdo që ka bën punë të mirë, qoftë edhe sa grimca, ka më pa te Allahu kur dalë. Dhe kushdo që ka bën vepër të keqe, qoftë edhe sa grimca, ka më pa kur dalë te Allahu azza wa jalla. Allahu njeriu e ka krijuar këtë dunjë vëllazër vet, kur ka ardh vet. Dhe në momentin që ka ardhur këtë dunjë e kanë mluar atë me një falloj cope, me një falloj lecke, me një falloj polhure. Dhe pastaj dal ngadalë shëria është zhvillu. Dhe ka ardhur koha për mundon nga kjo dunjë. Po dhe kur ka ardhur koha për mundon nga kjo dunjë për me përcjell në ahiret, e kanë mbulu prapë me një falloj lecke, me një falloj cope, polhure. Domethënë njeriu është mes dy leckave. Jeta e tij mes dy leckave, mes dy copave, mes dy pëlhurave, për çat jetë, çat periudhë ka më dhënë gjevap për Allah azza wa jalla. E Allah subhanahu wa taala ka thënë në ajet tjetër: "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra." Do të keni më ardh veçmas, vet. Ashtu siç ju kemi krijuar herën e parë. "Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum." Dhe keni më lënë mos juve ata që ju kemi dhënë. Do çdo gjë që ju ka dhënë Allah azza wa jalla këtë dunjë keni më lënë pas. Nuk ka dhënë Allahu pasuri, keni më lënë pas. Te Allah s'kemi shku me pasurinë tonë. Ka dhënë Allahu shtëpi, e pallate, e familje, e bab, e nan, e bashkëshorte, e fëmijë. Ka dhënë shok, e dashamire, e aleat të ndryshëm. Ka dhënë poste dhe grada të ndryshme dhe pozita të ndryshme. Këtë kemi lënë pas. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Keni më në ardh të Allahu vet. S'ka më pas, s'ke më marr kur gjë me veti, kur dalësh para Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe te Allahu është me vepër. Ke bë mirë, ke më gjetë mirë. Për arsye se Allahu azza wa jall te Allahu laqad ç'është Allahu në fillim? Do të thonë keni më ardh te Allahu subhanahu wa ta'ala vet. Keni më ardh te Allahu azza wa jall kemi paraqit yawm al-qiyamati farda, ditën e gjykimit vet. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala nuk shikon ti kanë ke pas shok, kanë ke pas bab, kanë ke pas non, çfarë pozite ke pas, çfarë pasuri ke pas në dunjë.
Sepse Allah thot wa taraktu ma khawwalnakum wara'a dhakum. Këtë çka ju kemi dhënë keni më lënë pas. Keni më ardhur para Allahut, dhe Allah çka shikon? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith që e kanë nxjerrë Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nuk shikon fizionominë e juve as pasurinë e juve. Mi po shikon çka? Ila qulubikum wa amalikum. Zemrat e juve dhe veprat e juve. Çka ti shef Allahu azza wa jall. Dhe kur të shkosh te Allahu ke më shku me çket zemrën tonë dhe me veprën tonë. Këtë tjera të kemi lënë. Andaj ka thonë ulemaja, nëse do diçka mos salash pas. Mos tjetë pjesë që këtij ajetit ku thot Allahu taraktu ma khawalnakum wara dhuhurikum. Keni më lënë, keni më braktis pas juve atë që ju kemi dhënë këtë dunjë. Thot nëse s'do me braktis, thot çoje përpara atë. Çoje përpara që ta kesh atë kur kam të dosh shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith thot: "Yaqulu ibn Adam mali mali." Thot biri Ademit, pasuria jeme, pasuria jeme. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayt." Thot o biri Ademit, çka ki nga pasuria jote? Vëse çat që e ke hangë dhe a ke azgjesu pasaj. Ose çat që e ke vesh dhe ke vjetru atë. Ose çat që e ke dhënë sadaka fa amdajt dhe e ke deponu ata. E ke çu për para, ka mu të dash një ditë ajo. Do thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë hadith po tregon që pasuria jote ç'kjo është. Ke hangër, e ke azgjesu, e ke vesh, e ke vjetru, ose ke dhënë sadaka ka më të gjindë një ditë. Qetra ka më kon për pasardhësit tu, për ata që kanë më trashëgu, nuk ki pasuni tjetër ti. E nëse do me të gjet atëherë kur ka më të dash mas shumë ti, çoj përpara, jep sadaka atë ose bën vepra të mira që me gjet kur dash nesër para Allahut azza wa jall, furada vet. Pejgamberi alayhi salatu wasallam që tregon Aisha radhiyallahu anha, thon tregon se i kanë prej thot një kurban. Dhe atë kurbanin thot e shpërndon. E pasi që e shpërndon pejgamberi alayhi salatu wasallam i pyet thot ma baqiya minha, çka ka met pi asoj dele që e prejt kurban. Aisha radhiyallahu anha thot s'ka met kur gjan vetë se një pjesë e shpatullës. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam baqiya kulluha ghayra katifiha. Thot bile ka met këtë thot përveç asoj shpatullës. Do të thonë synin tan këtë ke shpërndaj e ke dhënë dikujt tjetër. Ka met veç se një pjesë, një copë mishit. Mi po pejgamberi alayhi salatu wasalam që i mat punë me çështjet e ahiretit thot këtë ka met, se këtë ke lënë për një ditë që kam të dash shumë. Ka met, nuk ka met kur gjan veç se çiket që kemë hangër dhe kemë azgjesu pasaj, kemë nxjerr ata. Mi po çat që ke dhënë sadaka ka me met. Andaj te Allahu azza wa jall kena më dal këtë furada. Edhe kena më dhon llogari furada, vetçmas. Dhe kena më dhon llogari dhe asnjani në ditë kur t'japësh ti llogari dhe kur dalësh vet për Allahut azza wa jall, kur kujt për kërkan tjetër s'kam interesu. Por arsye se është ditë e vështirë. Pejgamberi Allahu azza wa jall ka thonë: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Në ditë ka me ik njeriu prej vllat vet, prej nanës edhe prej babës, prej bashortës edhe prej evlatëve. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Çat ditë çdo njëri ka me pas galen e vet që e preokupon atë. Bile Allah azza wa jalla ka treguar në Kur'an se çdo njëri ka me marr llogari vetveten e vet. Dhe ka me kon dëshmitar kundër vetvetes vet. Allah thot wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq. Çdo njeriu të veprat e veta ja kena lidh për qafën e vet. Edhe thot pastaj Allahu nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Në ditë thot kena me nxjerr një librin e vet që ka me gjetë atë libër të hapur, gati për me lexu dhe ka me thënë Allahu ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexoj librin tan. Mjafton sot ti me kanë vet llogaritës si vetvetes sonë. Bile Allah azza wa jalla ka treguar që pjesë gjymtyrëve të njeriut kanë me dëshmu kundër tij. Allah ka thonë me një ajet: "Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Në ditë thot kanë me dëshmu kundër njeriut gjuha e vet, por kanë me dëshmu edhe duart e veta dhe këmbët e veta për atë që kanë vepruar. Bile gjymtyrët kur dëshmojnë çdo organ i trupit kanë më kthej lëkurës dhe kanë më thonë waqalu li juludihim lima shahidtum aleyna. Kanë më thonë gjuha, kanë më thonë lëkurës, pse po dëshmon kundër neve, kundër vetvetes tonë. Thot lëkura qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Kanë më thonë lëkura neve na ka bën me fol çaj që ka bën çdo gjë me fol.
Pra Allah azza wa jalla na ka mundsuar neve me fol sot, edhe na ka bë me fol sot, nuk kena çare tjetër. Nuk kemi çare tjetër. Bile Allah azza wa jalla ka treguar që ka me dëshmuar edhe dikush kundër njeriu edhe dikush që është jashtë trupit të tij, e që janë melaçet që ja shkruajnë veprat e tija. Kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun. Domethënë zënjani ka melaçe që shkruajnë veprat e tuja, të mirat ose të këqijat, që këto kanë me dëshmu kundër teje. Bile Allah ka treguar se edhe toka mbi cilën ti ke bën një punë të mirë ose të keqe ka me dëshmu, ka me nxjerr lajmet e saj. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur dridhet toka me dridhen e saj. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe kur ti nxjerret toka të mbrojt ato që i kanë brenda. Wa qala al insanu ma laha, dhe ka me thonë njeriu çka është kjo punë. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, thot Allah azza wa jalla, çat ditë të toka ka me nxjerr lajmet e saj. Bi anna rabbaka awhalaha, sepse Allahu e ka frymzuar atë. Çdo gjë në tokë që është vënë, është vepruar, qoftë e mirë ose keq, ka me treguar ato. Do thonë ka me dëshmu vetveta jote, ka me dëshmu me laçet, ka me dëshmu edhe toka, bile ka me dëshmu çaj që mjafton dëshmia e tij. Wa kafa billahi shahida, mjafton Allahu me kanë dëshmitar. Ka me dëshmu Allahu subhanahu wa taala që ati nuk i ka hiq kurrë. Subhanahu wa taala. Në ato ditë, në ato momente, ka me dash njeriu i keq, mujrimi, kriminale, me fliu çdo gjë, me shpagu çdo gjë, vetëm me shpëtu nga dënimi i asaj dite, po s'ka me mund. Allah thot: "Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani." Në ditë mujrimi, kriminali, i keqi, ka me dash me fliu, me sakrifiku, me shpagu nga dënimi i asaj dite çdo gjë. Thot qoftë Allah bi bani, e vlat kam i dhon, veç me shpëtu nga dënimi i Allahut. Kam i dhon bashortën edhe vllahun e vet, wa fasilatihi allati tu'i, edhe ato të afërmit që i ka pas, që i ka gjetë si i ka pas prehje. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Dhe bile, çka ka këtë në tokë ka me dash me i dhon, vetëm me shpëtu në atë ditë. Mi s'mi po s'ka me punjt me shpëtu për arsye se në atë ditë kur kush s'ka me dash me ndi për askënd. Në atë ditë edhe pejgambert kanë me thonë nefsi. Edhe pejgambert kanë me thonë vetvetja ime. Ato kanë gojë letim Ademi alayhis salam, Nuhi alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam. Këtë kanë me thonë nefsi. Sepse është ditë e vështirë. Për arsye se çdo wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Thotë ç'është Allahu, çdo njeri ka mu paraqit për Allah subhanahu wa taala vet. Dhe çdo njeri ka me dhënë llogari për veprat e tija që i ka bën këtë dunjë. Me po Allahu subhanahu wa taala në ditë vështirë ka me nxjerr faqebardh kanë besimtarin i cili ka qenë i drejtë dhe i sinqert, i cili ka bërë punë të mira, e Allahu subhanahu wa taala ka më mësuar këtij besimtari që me pasni llogari të lehtë. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, thot Allah azza wa jalla, që ka me marr librin nga ana djathtë, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, ka me pasni llogari shumë të lehtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon hadith: "Inna Allah yudni al-mu'mina fa yada'u alayhi kanafahu wa yasturuhu." Allah ka me afru besimtarit ditën e gjykimit, ka me aloni perdhët që mos me pa tjerë, ka me vetmu anash që mos të koritet, edhe ka mi thonë: "Atadhkuru dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha wa kadha." Ka mi thonë: "Atë kujtohet filan gjunahu", njeriu ka me pranu sepse s'ka mundësi me akti, me refuzu dhe me muhu për arsye se e ka bën. Mi po ketin a duke folë këtu për kanë, për besimtarin. Qatë që ka me da, Allah azza wa jall veç, për mos me korit para tjerëve, ndërsa jo besimtar ka mi korit, Allah azza wa jall. Mi po besimtarit që mos koritet, Allah azza wa jall ka mi thonë: "Ata arifu dhanba kadha." Atë kujtohet filan gjuna, kam je pranu, kam thonë pale, ja Rab. Dhe kur ta shohë se shumë gjuna për ja përmen Allahu, edhe ki çdo njëri për tëre pranon se s'ka mundësi tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa ra'a fi nafsihi annahu halak." Dhe menon që u shkatruam. Sepse shumë gjuna po ja përmen Allahu dhe mendon se këto që ato ja përmen Allahu, ato ja përmen për arsye se ka me dënu dhe ka me pasu kjo me dënim. Mi po Allah subhanahu wa taala i thot diçka besimtarit: "Satartuha alayka fi dunya wa ana akfiruha laka al-yawm." Ti kam fshehë ato gjunahe në dunja e sot kam ti fal. Ti kam fshehë dunja dhe sot kam ti fal. Dhe pastaj Allah azza wa jalla çket besimtar që ka me llogarit lehtë. Dhe që ka me afal gjunahet, pastaj i urdhon me laçet me shtin në xhenet. Në xhenet që ka mbi gëzu të mirat që si ka pasiri. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syri se ka pa veshë se kanë s'ka mundsi njeriu me fantazu. Mi po përfundoj këtë mezhlis vëzër
me një dua që ka bëu Ibrahimi alayhis salam. Ku ka thonë: "Wala tukhzini yawma yub'athun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." O Allah, mos më korrit një ditë ku kemë na ringjall ne. Në ditë ku nuk ka me bë, thot Ibrahimi alayhis salam, në ditë ku nuk ka me bë dobi as malli as evladi, përveç një njeriu i cili dal para Allahut azza wa jall bi qalbin salim, me një zemër të pastër. Kemë dal vetë te Allahu azza wa jall, s'ka as pasuri, as të afër, as dashamire, as pozit, nuk ka kur gjë. Kemë dal ti dhe vepra jote, dijesën çat ditë ka me të bë dobi vetë që qalbin salim, edhe puna e mirë. Andaj edhe Ibrahimi alayhis salam, që ka pas garantuar xhenetin, e ka bërë këtë dua: "Wala tukhzini yawma yub'athun." Mos më korrit Allah në ditën që kemi na ringjall, në ditë që nuk bën dobi më as mall as evlad. Illa man ata Allah bi qalbin salim, veç atij që del para Allahut me zemër të pastër. Lusim Allahun azza wa jall që të jemi pe atyre që kur dalim para Allahut dalim me zemër të pastër, pe atyre që Allah nuk na korrit në ditë që kemi na ringjall, në ditë që nuk bën dobi as mall as evlad. Lusim Allahun subhanahu wa taala që gjunaat të na i fal, dhe në ditën që kemi dalë veç para Allahut azza wa jall të jemi faqebardh, dhe dalim faqebardh, dhe Allah të na dhuron xhenetin e tij. Allah i shpërblet për ndëgjimin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin inshallah ju. Jo, alhamdulillah. Në thonë këshira, dita është e trishtueshme, padyshim. Se domethënë besimtarët dhe jo besimtarët kanë me çudru gjatë. Tamam, domethënë që është përmend 50.000 vite. Kanë me konë besimtarët në mahsher, mbi kokat e tyre kanë me konë dielli. Sa 1.000. Dhe njerëzit për arsye të nxehtësisë madhe kanë muzhit në gjunahet varësisht, domethënë njerëzat e tyre varësisht gjunaheve që kanë. Dikush deri tek koci i kamës, dikush deri te xhoj, dikush ka me batisë. Tash disa besimtarë janë në hijen e arshit të Allahut azza wa jall. Mi po dita është qatë që fështirë, sepse është edhe gjatë, po shka e banë më të fështirë ditën? Sepse nuk e di shka ka mu bo me ti. Edhe çdo njani kanë me shku tash pas 50.000 viteve, kanë me thonë e këshirën, kanë me këshirën janë i tjetërin, kanë me thonë këshirën e be dikant në dërmetsojë, tja nise hesabi, u bo shka u bo. Kanë me shku të Ademi a.s. Ademi a.s. thotë e këmë bo një gabim, nefsi. Nefsi ka me thonë Ademi a.s. Çfarë gabimi ka bo? Gabim që është pendu dhe Allah ja ka pranu pendimin. Tamam, jena të folë për gabim, që është pendu edhe Allah ja ka falë gabimin. Edhe ka tregu që ja ka falë gabimin. I qësaj tutet Ademi a.s. Ka me thonë nefsi. Pse? Thot, inna Allah gadibe l-jawme gadaben, lem jagdab qablehu mithlehu, velen jagdabe ba'dehu mithlehu. Allah është hidhru me një hidhrim. Asnjëherë nuk është hidhru qështu, dhe asnjëherë nuk ka mu hidhru qështu. Edhe Ademi a.s. tutet. Të shkoni te Nuhi a.s. Edhe Nuhi a.s. që shto thot edhe thot njëjtën llaf. Pastaj te Ibrahimi a.s. te Musa a.s. te Isa a.s. Derisa ku shkoi te pejgamberi a.s. ka më thon ana la. Unë jam për ta. Mi po për ata të cilët kanë me qenë në arshin e Allahut, në hijen e arshit të Allahut, ka në hadith që kanë me kanë, domethënë për ta që ki 50.000 vite që kanë me kanë sigurisht mes drekës edhe hindis. Ka me kanë e lehtë. Allah na bëf fatin. Jo keni pa, domethënë kur është doni ditë shumë e vështirë, domethënë ato termeti është sekunda, mi po duket sigurisht se shumë gjatë. A kur është doni ditë shumë e gëzueshme, duket se shumë kalon shpejt. E ti kur e shef se i në hijen e arshit të Allahut, kanë isharetet e para. Mos flasim për jetën e barzahut, po folin janë isharetet e para që domethënë të pret shpëtimin. Edhe pse domethënë është rreziku shumë i madh, sepse Allahu është i hidhur ashtu që s'është hidhur asnjëherë. Edhe tutën këtë pejgamber, Ademi alayhis salam, Nuhi alayhis salam, pejgamber ulul azmi na tu fol. Tutën mos flasim për të tjerë. Edhe ç'është thot pejgamberi alayhis salatu sallam, thot kur dalun i pari që ka përcjell siratin unë kam e kanë. Edhe ummeti im. Çka kanë më thon? Thot nuk folin atë ditë vetë se pejgambert. Edhe çka kanë më thon? Çka kanë më thon pejgambert? Allahumma sallim. O Allah na shpëto, Allah na shpëto. Është ditë e vështirë. Allah na rujt. Allah na rujt.